punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ngrohet se dilën ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Pa njërë, që do më thoje? Hiqa të lulla njërë, se nuk flitet në orë mësimje, qa bendje? Qa janë këto gjera që bendje? Është thjesht për vesin. Figare se fillojnë fëmijët Është zmadhu se mendimi. Bego, kam një pyetje $1 milion që për ty, vlla. Më jep $1 milion dhe mbaj pyetjen për vete. Ma fute këto. Tash të kisha $1 milion, 500 i kisha dhënë ty dha. O vllada, më jep një cigare, 2 të fundit kam. Lëri parat Edi Rama, kujt i ngjan më shumë sipas teje? Ajatollaut apo Enverit? Apo Saliut. Apo Saliut. Mos harro. Tregon vërtet. Kemi lider të tjerë që dhe kur janë lider janë lider. Po. Tash varet se ç'a quhen ti lider po nejsa. Po themi këta që domethënë janë të zgjedhur me nder me votën e popullit. Po. Me djercën e ballit. Shiko, për shembull, po ta merrnim kështu ne do të bëj një analizë të shkurtër unë, po themi një çik si të gjata. Me aq sa mendoj unë, domethënë të një smundje që unë ta quaja smundja politike. Smundje politike. Po ha një. Domethënë që ta krahasojmë ne për shembull Ramën me një nga këta, duhet marrim parasysh këta një herë si fillim. Kush janë këta? Po. Edhe po ta vësh re për shembull në psikologji ekziston një fenomen që është goxha interesant në fakt, që merren për këta që merren me studimet e pushtetit, edhe që e quajnë shpesh po themi paranoia e liderit të përhershëm. Ke parasysh? Edhe është një lloj gjendje kjo për shembull që nuk shfaqet menjëherë tek individi po ta shikosh. Pse kur shfaqet? Po ta shikosh, ti s'ke çat shikosh se nuk shfaqet menjëherë. Pikërisht prap. Edhe po të vësh re për shembull këta liderat në përgjithësi kështu në fillim fare janë shumë normal. Ke parasysh, janë normal, janë karizmatik, domethënë flasin për reforma, flasin për popullin, flasin për demokracinë, për të ardhmen, domethënë. Edhe pastaj kalojnë disa vite, kalojnë disa mandate. Edhe pastaj një ditë bukur zgjohen. Edhe kur zgjohen këta ti e kupton që në atë mëngjes për shembull ka diçka të çuditshme. E kupton ai domethënë që ka diçka të çuditshme, domethënë. Edhe e ndjen veten që ai nuk është më thjesht një politikan, domethënë. Është fati i kombit. Është smundje e njohur. Po. Domethënë ai është tashmë është fati i kombit. Ai nuk është më një politikan i zakonshëm. Domethënë mbas kaq kohësh. Edhe madje edhe kur flet për shembull kur flet ai flet sikur të jetë fati i kombit. A kupton? Jo. Edhe kur i bëhet kritika për shembull ose kur i bëjnë kritika i duket sikur e tradhtojnë për shembull kur i bëjnë kritika. A kupton? Si mund ti bësh fatit kombit kritika o Begos, edhe ti ja fut kot në herë apo. Jo, pikërisht këtë them unë domethënë që duke u menduar që është fati i kombit, nuk pranon mas kritikë, futon se i bie domethënë i duket si thuash i duket kur jep feedback, si thon feedback më. Kur jep pritshmëri ose pritshmëri feedback. Jo, s'është pritshmëri. Rezultato vlla. Jo, feedback është kur jep diçka mrapsh. Po prap, kur domethënë ti analizon diçka dhe jep një përgjigje, po s'më vjen fjala në shqip se kam ditur. Nëse domethënë kur jep e shkatron këtë lloj, domethënë këtë pritshmëri, ai po e quajmë pritshmëri, domethënë marrëveshje fjalë. E shkatron këtë pritshmërinë në realitetit ky. A kupton? Se pastaj ka dhe një gjë, në momentin që fillon të mendosh që je fati i kombit, ke edhe këtë pjesën tjetër që pastaj rrethohesh vetëm nga njerëz që domethënë nuk ta thon më të vërtetën, a kupton? Rrethohesh nga njerëz të cilët thonë ti ke ide geniale, ti je më i miri, a kupton? I japin këtë është domethënë edhe sikur ti thot truri aty në një moment për shkak do ndërtoj një aeroport në mes të malit, në majtë të Tomorrit, a kupton? Të gjithë do të thonë, ide geniale, sa geniale është kjo ide.
pavarësisht se në majt malit, nuk ulet as menderja kalit, jo më të ndërtosh aeroport, sepse është maja malit, E prishin majën ata. E prishin majën. Jo, po e kam fjalën domethënë që këtë i shkakton në tru këtij lloj robi domethënë, këtij lloj. Pastaj ke Kësaj lloj specie. Kur krijon pastaj dal nga dal, përveç kësaj idesë që është fati i kombit, krijon edhe atë ndjenjën e rrethimit. E ke parasysh se sa më gjatë që rrin pushteti, aq më shumë paranojak bëhesh, fillon shikon armiq kudo, kupton, domethënë shikon që faktikisht edhe armiq të shtohen, nuk është se të paksohen kur ti qëndron gjatë pushtet. Po megjithatë, ti shikon më shumë armiq nga shke në realitet, prap, kupton? Ose të bëjnë të gjithë armiq. Kudo. Ose të bëjnë të gjithë armiq. Është fantazia jote, është imagjinata jote ka filluar të punojë. Ka filluar të punojë me intensitet. Si ka mundësi që ndodhet gjithë liderat në pjesë dërmuese? Kjo tash është, domethënë, është akoma rast studimor, nuk mbaron asnjëherë studimit e kjo. E ke parasysh se ka dhe një element tjetër që harrova ta them. Një element tjetër për shembull që i përket që lidhet me këto tre të para që po të thoja është kur fillon lind kjo paranoja strategjike, ke parasysh kur fillon të mendoj lideri që nëse nuk domethënë nëse iki unë thot për shembull, mas me do shëmbet gjithçka. Ke parasysh? Domethënë do mbaroj gjithçka mbas me, prandaj unë nuk duhet të ikë nga pushteti. Është edhe kjo është si ndjesi, kupton, kjo paranoja. Mbaron gjithçka për atë apo mbaron gjithçka në nivelin makro? Jo, në momentin që iki unë thot, po? Gjithçka mbrapa meje do shëmbet. Domethënë do mbaroj gjithçka. Kjo është domethënë imagjinata, po themi paranoja strategjike. Por mos të ngatruar me investitorë strategjik, është diçka komplet tjetër, është paranojë strategjike. Po. Domethënë është mbas meje thot, do shëmbet gjithçka, kështu ju nuk duhet ta lë këtë vend në mëshirën e fatit. Kupton, domethënë e mendon veten si një lloj shtylle mbajtëse të gjithë universit politik që e rrethon. A kupton? Kështu. Pas domethënë kur fillon ta mendoj këtë gjë lideri, këtu është problemi më i madh. Domethënë që kur mendon që është, po themi, shtylla mbajtëse e këtij universi të vet politik, në këtë moment historia zakonisht fillon edhe përgatit dashur pa dashur një komedi shumë të errët, një komedi të zezë. Kemi parë shumë lidera në si Cassandra ndaj. Po. Kemi parë shumë lidera në botë. Po. Edhe të vendeve të fuqishme, edhe të vendeve që janë tigër prej letra. Zakonisht vendet e Europës lindore janë tigra prej letra. Shqipëria, Rumania, Bullgaria, Bielorusia, etj. Që Korea e Veriut. Pa shkak se te Korea e Veriut unë mendoj se ka një tagër shumë të madh, sepse gjithë eficienca e tyre e prodhimtarisë është krijuar në bazë të raketave ose në bazë të shkatrimit mas. E tham shumë bukur atë ditë kur po flisnim që Kim Jong-uni është si ata çunat që i kanë të gjitha lodrat, po s'ka me kë i ndajnë. Se kanë ngel vetëm. Tani ideja është këtu. Si ka mundësi që ky lloj leadershipi i këtyre vendeve të vogla kalon në përvecimin total të pushtetit. Pra, ata mendojnë se janë hallke pushtetit, që do të thotë janë një missing puzzle, që do të thotë po ika unë çdo gjë shëmbet sepse ikën një ingranazh. Ndërkohë, ikën ingranazhi më i rëndësishëm, kolona mbajtëse. Ndërkohë, ne shohim një kolonë mbajtëse i shtëpie. Ndërkohë ne shohim perandori, siç është perandoria amerikane, apo edhe kineze, apo edhe ruse, që sado që të fuqishëm janë, si thua, udhëheqësit e tyre, pra shumica e njerëzve mendojnë që po tiki Putini, Rusia shkatrohet. Po tiki Xi, Kina shkatrohet. Për Trumpin nuk e se rrua njëri Trumpin, a kupton, inshallah ikën ky. A kupton se kote vendosëm. Por si ka mundsi këto vende të mëdha vlla nuk krijojnë këto lloj diktatorësh, i pastrojnë. Vendet e vogla krijojnë delirant.
Se është më kollaj të mban mend kemi folur, po të bëj paralele, kemi folur një herë për shembull për këtë mendsinë e popujve të vegjël, që kanë një dëshirë të shpërfaqen kudo. Do të thënë që tregon një lloj kompleksi inferioriteti. Tashi populli vet ka këtë lloj kompleksi inferioriteti. Vjen dhe një lider i tillë dhe është më kollajshme të menaxhosh një turm të vogël se sa një turm të madhe. Po. Normalisht. Do të thënë, po të vinim ne për shembull ku e diun në një panel, pas ka marrë arzila. Por me qenë Allafi se po e mendoja ndërkohë që ti flisje, se ndërkohë që ti flet unë mendoj gjëra të tjera. Gjon, po. Ishmone. Po mendojmë kush muzika në sfond, ai bluzi i lezetshëm që a pra, Bulte, të lutem. Edhe po të thoja. Sa ta gjej Bulte? Po të thoja për shembull, imagjino duke qenë këtu brenda temës së këtyre liderëve kështu. Imagjino për shembull po të merrni me zëm t'i vendosnim në një panel, ku diun, një panel, ku diun, si në një konferencë ndërkombëtare të këtyre liderë të paranojave, të këtyre liderëve suprem, e kupton? Edhe të vendosnim për themi Enver Hoxhën në një krah, Kameinin në një krah tjetër, Edi Ramën në një krah, Sali Beri u bën 4 krah, domethënë i bie që i vëmë në rreth këta. Dhe po ta marrim për shembull, po ti marrim me radhë, e zëm nisim nga Enveri, me që Enveri është një çik si më, domethënë si më i vjetër në këtë. Për shembull, ky do ta përcaktonim një lloj niveli për shembull olimpik të paranojës shtetërore. Dhe po ta pse them domethënë të paranojës, sepse ky njeri ndërtoi për shembull bunker kundra armiqve. Ky ndërtoi bunker dhe kundra miqve, e kupton? Ose ndërtoi dhe bunker kundra bunkerëve të tjerë. Domethënë e ke parasysh bunkerizoi, nuk e di sa ishin 170.000 bunker janë ndërtuar në atë kohë, një gjë e tillë. Se mbaj mend domethënë tamam, 1.700.000 kush drejtën e mban mend. Erdhi muzika. Sa bukur. Edhe domethënë në Shqipëri domethënë kishte, po themi, më shumë bunker se sa ka kafene sot ndoshta. Domethënë se në atë kohë nuk është se kishte shumë kafene. Atëherë s'kishte fare po. Kishte atë idenë. Po se ky kishte idenë, domethënë, jo, kishte kafene, po kishte me masë dhe ishin gjitha shtetërorë. Domethënë ky kishte atë në idenë në kohë që do na sulmoj NATO, do na sulmoj Bashkimi Sovjetik, pastaj do na sulmoj Kina, masi u prish me Kinën. Ndoshta do na sulmoj dhe nga marsianët do na sulmoj një ditë. Kupton se fillon rritet paranoja, kalon bëhet ndërplanetare. Edhe shqiptarët duhet të jenë gati. Edhe në këtë rast për shembull paranoja e tij, si thosh, le të themi që paranoj, nëse do hynte paranoja strategjike, do ishte një paranoj me beton të armuar, beton arme. Paranoj të shpresa e burrë beton arme. Beton arme, po. Është betoni armuar, që do të thotë që është ai betoni që mezi thyet, nuk thyet. Po. Kam një histori shumë bukur me këtë betonin, po është për një herë tjetër, për kur të flasim për ndonjë gjë për këto ndërtimet kështu. Edhe Enverin. Po të shkonim për shembull te Kameini, te Ayatollahu. Këtu domethënë në parametrat e liderit, sigurisht që ky ka një parametër diçka më metafizik, po ta mendosh, ka një parametër, po themi, shpirtëror. Që nuk është vetëm politik, kupton, është edhe teologjik ndërkohë. Teokratik. Edhe te modeli i këtij për shembull, po ta vësh re te modeli i Kameinit, nuk është që opozita për shembull nuk është thjesht opozit, ose është një komplot global, a kupton? Ka domethënë është i ruhet CIA-s, Mossadit, opozita është e gjithë bota. Ndonjë domethënë student apo ndonjë poet disident, ky ruhet të gjithëve, pra janë të gjithë bashkë te i njëjti komplot. Ndërsa kur marrim parasysh pasaj rastin e kush ishte i treti, Rama ishte i treti, Rama. Po. Kur marrim parasysh Ramën për shembull, jemi tek ky lideri, domethënë ky lideri i gjatë, po jo i gjatë fizikisht, po i gjatë në pushtet, domethënë edhe është një lider postmodern. Po ta vësh re, domethënë e nisi gjithë gjën e vet e nisi në mënyrë shumë artistike. Edhe vetë paranoja e tij është shumë artistike. Domethënë nuk e ka për shembull me ndërtim bunkerësh, ky për shembull e ka të kundërtën, ky e stilizon bunkerin. A kupton, e bën muze bunkerin, a thua se ne s'kemi histori. Ose
ndërton kështu instalacione urbane, ke parasysh domethënë nga këto konferenca 3 orëshe ku flet vetëm postime filozofike në Facebook për shembull, a kupton? Domethënë Akademia e Facebookut, ky e ka krijuar. Domethënë një lloj Aristoteli i Facebookut, i TikTokut. TikTokun ndoshta jo, e persekutoi pak ky, domethënë po njerëzit kanë vënë për në gjithsesi, sa kam dëgjuar. Po domethënë ky e futi veten tamam te një lloj lideri postmodern sepse e quajti veten domethënë si një njerëz që domethënë njerëzit nuk ja kuptojnë vizionin këtij. Ky ka një vizion shumë të madh, të cilin nuk ja kupton asnjëri domethënë. Në këtë sens, po themi që nëse do hynim te paranojat, ky edhe paranoja e këtij do ta quaja për shembull një paranojë me estetik moderne. Estetik moderne. Me estetik moderne, edhe paranojën kështu e ka të estetizuar. Nuk ka thjesht paranojë. Për shembull ai pari kishte vetëm politik, ky i dyti kishte vetëm teologjik, domethënë plus teologjike, ky e ka artistike gjën. E ka është tamam postmodern, domethënë i përket një periudhe tjetër, domethënë është si thosh mas Michelangelo se erdhi Picasso. Ky është kush është? Okej, mos ta ofendojmë Picasso. Ky kush është? Po. Ky është një bashkëkohës i Picassos, domethënë që nuk i doli emri asnjëherë. Po tash kishim këtë panelin me 4 veta ne. Domethënë te ky paneli me 4 veta i bie që i katërti ishte doktori i famshëm, domethënë. Çuditërisht dia nuk e di pse ishte vesh i gjithë me të zeza, më kujtonte pak a shumë rinim fashiste, të plakur. Edhe ky është një tjetër model shumë interesant, domethënë se po ta vësh re për shembull, Berisha për mua është fenomeni më i rrallë psikologjik i liderit. Pse? Ashtu si mendoj unë të paktën. Pse? Domethënë, pse do thuash ti? Sepse Berisha është një lider që edhe kur nuk është në pushtet, sillet sikur është, domethënë, gjithmonë në luftë për pushtet. Nuk e di a ke vënë re, domethënë, është e qartë? Po, shumë e qartë. Akoma apo ike? Po, shumë e qartë është, shumë e qartë është. Domethënë është ka ambicie të frikshme. Tamam që edhe kur nuk është në pushtet, ai zotëria ka ambicie të frikshme. Po, sigur është në luftë, ky është gjithmonë në pushtet, domethënë ka një lloj, po ta vësh re, ka një lloj modeli ky për shkakun që çdo proces gjyqësor është një komplot kundra këtij. A kupton? I shmanget ky gjithmonë po ta vësh re. Ose çdo ambasadë që nuk është dakord me këtë është komploton kundra këtij. Ose edhe kur si punon printer i zyrës ky për shkakun në një moment, edhe aty ky mendon që ka një komplot. Domethënë aty është dikush që komploton kundra këtij sepse nuk po printon në momentin që do ky. Ti më prek edhe mua këtu si trup podcast vllaz, edhe neve mendojmë se bëjmë sabotazh, na bën sabotazh Mossadi kur na bie linja. Atë ai është problemi me avokatin. Avokati është një tjetër rast specifik që nuk ka qenë asnjëherë në pushtet. Po. Dhe që do ishte shumë i frikshëm po të ishte në pushtet. Mendon? Po, është e sigurt. Ka hedhur sipas avokatit pretendon se ka dhënë 25 herë dorëheqjen. Po, nga kush? Po nga çdo pozicion që ka mbajtur për shembull nëpër organizata, nëpër gjëra. E kupton, domethënë është një lider që të lënë në baltë. Domethënë do ishte dorë nga çdo gjë. Imagjino zgjidhet sot, nesër thot nuk do drejtoj më këtë vend. Nuk është për mua. Ka shumë korrupsion. Po, edhe hej dorë komplet, po, avokati edhe e bën atë, po. Po, me ai sa njoh fund avokati apo plas. Avokati su paraqit dia në emision tash ti. Po. Ishte smur, po hajde. Jo, shiko, nuk është smur. Avokatin ka kohë që ka rrëmbyer Ali Aslani nëpërmjet krimtarisë me muzikore. Edhe për gjithë ata që nuk e dinë, Ali Aslani është një poet shumë i njohur shqiptar, domethënë. Madje është koha e Maskareve që është bërë disa herë këngë, kishte marrë dhe avokati, se dëgjova atë. Kishte bërë 12 minuta këngë. Avokati ka filluar i bën këngët si 4 stinte Vivaldit, domethënë 15 minuta secila. Avokat të shkurtra këngët, 3 deri në 5 minuta. Edhe na ka marrë jetën me ato, me ato këngët, domethënë nuk e di se kush. Po që mos avokati nuk hyn te ky paneli këtyre të katërve që po flisnim, domethënë avokati është tjetër gjë, po ky po thosha që Berisha, domethënë Berisha është
si thosh është ky robi që në çdo gjë që është kund, domethënë që nuk është pro me këtë, me siguri fshihet një komplot mrapa. Unë këtë domethënë me idenë time e shoh si një domethënë si refleksi një lideri që do të luaj revolucionari në mënyrë kronike. Pra ky është një lloj revolucionari kronik, revolucionar në thonjza, se ky po të dëgjosh domethënë fjalimin e parë që mbajti studentëve, ta çova më duket para ca ditësh. Ai është një fjalim epik për shkakun që ti del para disa studentëve që janë shumë të acaruar dhe i mban një fjali ku falenderon Ramiz Alin, atë merre vesh për luftën që ka udhëhequr Ramizi. Ramizi një komisar ishte i shkreti aty. Lideri suprem ishte ai i pari i panelit. Prandaj ti mora si thosh nga i pari i panelit te ky i fundi i panelit në një lloj po themi hierarkie, pak a shumë kanë prezantuesit le të themi të disa sepse ne futëm dhe Ayatollah këtu, po Ayatollah faktikisht është një komb i çik më i madh dhe është më ideologjik, po themi nga ana teologjike, po sido që tjetë, domethënë në sindromat e liderëve, me këto 4 lider po themi, ti më dhe 3, unë i shtova i bëra 4, se ti e di që unë pa doktorin nuk kam ku të shkoj. Po, ke një lloj dashurie dhe urrëtie për doktorin dhe. Kam, po sigurisht sepse në një farë mënyrë në 35 vjet demokraci që unë jetova në rinin time, pash që nuk ndryshon asnjë gjë, domethënë. Dhe sot më duhet të shikoj madje edhe skandalet e asaj që pam në parlament, domethënë. Po, ishte merren akoma me ndyrë shumë. Grarin, vazhdojnë merren akoma me bëjnë sikur duan nxjerrën me grushta. Janë gjithë kalamajt e baballarëve të tyre, spihun të asaj kohe. A më kupton, është kryevepër, çfarë të them? Është të mërshme valla. Ç'të hash më parë. Jo, këta kanë çamë na dhoneve se na kanë mbush me mut 35 vjet valla. Nuk është se na kanë lënë pa gjë, kupton? Kur e mendon. Jo, sigurisht. Domethënë furnizim ka gjithmonë. Edhe do vi një moment që po të mbaroj buka në botë nuk mbaron kurrë, po sikur të mbaronte, njeriu prapë do ta gjente formën e vet për të vetë ushqyer. Ose do fillonte të hante njëri tjetrin si ata atletët që ranë atëherë në majtë Argentinës. Në majtë Argentinës, po. Anda. Edhe kështu. Pra, po ti shikoja, domethënë këta 4 liderë që po thoja, po ti shikosh domethënë në format e paranojës. Enveri për shembull ishte më bazik sepse i kishte bunkerët fizik. Ayatollahu është diçka më e lartësuar sepse është si thosh bunkeri i Ayatollahut, po themi është bunkeri i ideologjisë. Domethënë nëpërmjet ideologjisë ndërtoi bunkerin e vet. Rama pastaj është ai postmoderni që ndërton bunker retorik, e ke parasysh, domethënë që nuk pranon përgjigje, domethënë sepse vetë se çfarë. Bunker retorik që ushet nga urrëtia për paraardhjen. Po. Ashtu. Dhe ndërkohë ke paraardhjen e këtij që ka, domethënë vazhdon që lodron me bunkerin e polemikës, domethënë që edhe kronik, domethënë që. Kështu që shumë e bukur. Është në një farë mënyrë po themi, në qoftë se deri dje këta liderët ndërtonin bunker, sot nga betoni bunkerit jemi tek bunkerët e rrjeteve sociale, kryesisht Facebookut apo formave të ndryshme që këta përdorin, domethënë. Ky i fundit që kemi ne për shkakun, ky përdor Facebookun sy ndër sy, dhëm për dhëm, si ka një kështu. Si ka mundësi o miku im që kanë ndjekës. Domethënë, mua e di çam shqetëson vlla. Mua më shqetëson eficienca e demagogjisë këtyre. Nuk më shqetëson mua se për të kuptuar këta të 4 apo të 40 apo të 500, mjafton të kthehesh në antikitet te Caligula, te Neroni. Dhe ti aty u kupton të gjithë komplekset që mund të ketë njeriu, delirin e madhështisë, paranojen e gjithë me radhë. Për aq kohë sa Neroni dhe Caligula vrau nënën e vet, vrau motrën e vet, vrau atë që i vrau babain, perandorin Tiberiusin, mos gabofsha. Mos mund të jem gabim me emrin, po Tiberiusin duket. Nëse se nuk dhe vendosi Kalin senator. Që do të thot vendos Kalin senator, gjë që unë besoj më shumë është ky që nuk flet. Ajo është alegoria se ai mbase nuk e ka vendosur Kalin aty me të vërtetë, se si dihet mund të jetë edhe metafora. Po ka vendosur kuaj që janë besnik ndaj Zotit dhe që nuk flasin, nuk artikulojnë. Nuk më shqetëson mua Edi Rama vlla, se Edi Rama nuk bën asnjë lloj gjoje më shumë se ç'kan bër diktator tjerë.
As Sali Berisha, pjesë lider. as Ayatollahu, as Enveri. Po. Këta kanë ardhur për atë arsye. Problemi është se unë gjit kaq shumë në mas vëlla. Ayatollahun e kuptoj, se e shpjeguam, ideologjia e shiizmit, e bektashizmit, e gjitha krijo një botë imagjinare, këta duan na vrasin, këta duan na vdesin, këta duan na bombardojnë, nga frika njerëzit bashkohen. Po me këta tre tjerë. Po shikon. Se, domethënë, pse ngjisin këta në mas? Ti, domethënë, neve po jetojmë në një periudhë kur njerëzit më inteligjent krijojnë inteligjencën artificiale që të përdoret nga masa e budallëve në kryesisht në pjesën më të madhe dhe ta shfrytëzojnë po prap ajo dorë vogël inteligjentësh për arsyet e vërteta për cilat u krijua inteligjenca artificiale apo. Shumica e përdorin në mënyrë, po themi, fallxhori. Si përfaqësore, e ke parasysh, domethënë është dhe neve, domethënë, vërtet po themi se ne kemi atë shprehje, themi populli nuk është budalla. Populli nuk është budalla. Por admiruesit e këtyre janë shumë të cekët. Nuk janë budallë, janë të cekët dhe kanë nevojë si puna e deleve që kanë nevojë për një bari, ashtu i shikojnë dhe këta lloj liderësh, domethënë shikojnë si barinj. Sepse tek e fundi si vinë pushteta, këta vinë nëpërmjet premtimeve, apo jo. Do bëjmë premtime, do sistemojmë demokracinë apo do sjellëm demokracinë, do bëjmë reforma, njerëzit do jetojnë mirë, domethënë ka deri në delire të tipit do ha me luk floriri apo kudo që të zgjasim dorën do ngjisim lek. Domethënë të japin disa premtime, të japin ato premtime që ti i pretendon, po nëse e mban mend ka qenë një anekdotë për shembull, që thoshte po përmbytej bota dhe ishte njëri që besonte shumë te Zoti. Edhe kalon një me varg, një varkar i thot: "Hajde," i thot, "të shpëtohesh do se do mbytesh." "Jo, i thot ky se më shpëton Zoti." Kalon i dyti me varg. Si e kishte emrin ky? Varkar, si ishte? Si ishte? Varkari i parë, pastaj varkari i dytë, varkari i tretë. Edhe çaka. Jo, a si logjoje basha vlla. Ç'a thash? A si logjoje. Domethënë erdhi i treti, edhe erdhi dhe i katëri, i pesti, domethënë deri ke i gjashti. I gjashti kur e pak tha siç thon varkarët, Edhe ç'a ndodh? Mbytet ky tipi. Mbytet, por nuk është problemi që mbytet. Ky mbytet i zhgënjur. Që Zoti nuk e ndihmoi. Po. Që Zoti nuk e ndihmoi. Shkon para Zotit, dhe Zoti i thot: "Po unë të çova 6 varka." A më kupton? Edhe ç'a i tha ky? Pra. Po kë ngeli si mut, ç'a ti thoshte domethënë, i kthehet llafi Zotit, janë Tereziti, e ke mend kokë apo jo? Po ja ktheni Tiranës, jo më Zotit. Po ç'a flet? Këta s'po ja kthejnë llafin e Tiranës, do t'i thon Zotit. Tani, pse e them këtë? Domethënë, pse e quaj anekdotë dhe jo thjesht barsalet? Se njerëzit e tregojnë shpeshherë si barsalet. Kjo është anekdotë, ka goxha, ka filozofi brenda. Ndonjëherë te këto të shtimat e vogla fshihen ide shumë të mëdha. Po. Prandaj njeriu duhet të zhbirilojë në një çik. Nuk është problemi të tregosh barsalet, ti tregosh bukur. Problemi është ç'a thot barsaleta jote, se ndryshe nuk e mban mend njeriu. Pra është anekdotë. Dhe ky tani përfaqëson ky që u mbyty ata 6 xhuxha. Po 6 varkarët, po. Domethënë ky tani përfaqëson mentalitetin e këtij votuesit që i beson liderit suprem në mënyrë të frikshme. Ky pret nga ai dhe nuk e kupton për shembull që sado të ta shtri dorën ai, po nuk zgjatet dorën ti s'ke për ty për kurrë te varka. Pra nuk e për ta shpëtuar kurrë jetën tënde. Më kupton? Po. Si pretendon ti që të shpëtohesh kur ti nuk vetë shpëtohesh? Pra ti duhet të shpëtohesh veten vëlla, nuk të shpëton njeri. Edhe sikur ai lideri ti jetë vërtet kaq i mirë me ty sa të çoj 6 varka, që në këtë rast nuk është, se përkundrazi ai thot, ai aprovon fondet për ato 6 varka. Po ne varkat nuk i shikojmë asnjëherë. A kupton? Ne kemi bler 2 anije 8 milion euro vëlla. Po pra. Jo, nuk i kemi bler, i kemi marrë me qera. Shikon, në këtë rast
i bie që neve nuk kemi, domethënë, lideri është më shumë se Zoti, është magjistar. Domethënë, është Merlin. I zhduk të gjitha, domethënë Merlin. nuk ka as varga as fonde. Dhe ti pret që të shpëtosh. Idiot. Domethënë, po jo 6 varga, po ai mund i bëjë 12 ato. Po që se ti nuk e kupton, ti do vazhdosh të presësh vargat e atij. Kjo është ajo që bën populli mas një farë periudhe që vetëm ndjek në mënyrë instinktive këtë magjistarin që nuk i jep as varka, as çau bëm atë rrugën njerëz se mora vesh unë këtej nga jugu, shkohet më apo tash i gjithë përthet. Po përdorim atë vlla, po përdorim rrugën e Gnatja. Po, shumë mirë. Do Kur të na thonë, takosh Jul Cezarin, do mi bësh shumë të fala. për atë zot kishte dal një nga këta banorët atje, udhëtar, Po. më pëlqeu shumë ironia e atij zotris. Ai në timon. Po. Më pëlqeu shumë. Aq Di çfarë bukur detaj tha. kapa unë atij zotris? Çfarë? Ai ishte në vend, po jepte intervistë dhe një më dy priste timonin, njëherë majtas, njëherë djathtas. Po sa ka Shikoj edhe qenë një siklet. video. Ka qenë siklete, e pash, tani që ma Po, kujtove ti e pash unë që e bonde atë po. Tash kjo ngelet për të analizuar një ditë tjetër. Vlla, shiko, është e turpshme që një rrugë që është krijuar 2500 vjet para, të jetë Po. funksionale. Kjo e zhbën dhe e shpartallon çdo demagogji që nga 45-a deri në 2026 vlla. Kush na del nga këta Po. laperat, na thoi shikoj se kemi investuar rrugë këtu e gjitha, ai thu, o debil. Erdhi Jul Cezari pushtues, shtriu rrugën për intereset e Romës, ai shumë e donte Romën, sa e boni rrugën që të funksiononte pas 2500 vjetësh. Nuk vidhte, idiot. Po. Nëse se nuk ishte edhe tender në atë kohë, kryesisht i bënin me sklever. Domethënë sot ke sklever dhe tendera bashkë. Mirë e geti, nuk e ndan dot ata. Nuk e ndan dot se janë sklevrit edhe duhen bindur sklevrit ata. Atëherë thoshte ai do ta ndërtoni, e ke parasysh kaq, ka marr fund. Kjo merrni ca gur, këtej ca gur andej, futi këtu, bëj Shikoj. aty se nuk kishte asfalt në atë. Vlla, Apo kishte asfalt. neve kemi, s'kishte jo, s'ka pas asfalt, ka pas kaldrëm. E pra kaldram. Ka diçka. Neve kemi një nocion shumë të gabuar për sklevrit në perandurinë romake ose antikitet. Sklavi vlla ishte njëri pa të drejta, që do të thotë pa të drejtë për të votuar e të gjitha merat, po jo se nuk paguheshin. Pak a shumë se emigrant pa letra. Pikërisht ti nuk ke drejt fare. Njëjta gjë vlla fiks se e ke thon fiksashe. Po. Do të thënë ti shkon emigrant në Amerikë për shembull, nuk ke letra, ti punon. Nuk është se nuk ke të drejta për mos të pagu, po ti s'ke të drejta të zgjedhësh ose të zgjidhesh. E njëjta gjë ka qenë, se neve skllavërinë e shikojmë kështu me kamzhik. Jo vlla, jo, ata ishin sklever se s'kishin drejta. S'kishin drejta qytetare. Ishin njerëz që vinin nga pushtimet, ishin njerëz që nuk ishin të republikës. A kupton? Po pse thua nuk kishte asnjë lloj keq trajtimi, domethënë Ka pasur, po jo në mas. Nga të drejtat, ishin privuar nga liria, nga të gjitha. Ka pasur, po jo në mas, vlla. Domethënë ti ishe sklav, kishe lagjën, është si puna, sklavi ishe shtresa ulët o vlla. Siç është sot shtresa ulët që jetojnë jo mirë, jetojnë nëpër baraka, nëpër gjëra, po që për atë punën që bëjnë paguhen o vlla. E qartë, edhe votojnë Partinë Socialiste. Askush nuk do t'i plaste trapi pse vdiqin sklava, kupton? Se këtu është pastaj Po, mungesa e qartë. drejtave. Po dhe në Kolose Moshën e pensionit, po këta nuk e kapnin asnjëherë, kështu që në rregull. ishin mirë. Në Kolose vlla, me çka kam lexuar unë, shumica e gladiatorëve nuk vdisnin. Sepse hidheshin baste vlla, po hidheshin baste me sesterca, ka filluar nocioni i parë i bastit. Vetëm në një main event, a kupton, në një pay-per-view që duhet të vdiste njëri ose tjetri që ishin hedhur, ishin kuotuar shumë para. Pse ti thua që i vinin në duel këta, po nuk e vrisin një Jo, tjetër, domethënë jo, vinin derisa jo. shkonte shpata këtu. Jo, bravo dhe shumicën e rasteve faleshin. Domethënë mbaroi edhe qartë. kalon. Edhe ishin Domethënë futbollistët neve na është shitur një kohë, na është shitur më e egër nga çka qenë nga çka qenë, po. Domethënë ajo ka qenë në parametrat tonë o bego, e egër ka qenë vlla, sepse s'ke pasur asnjë lloj drejte. Mirë, e qartë. Vriteshe Po, pa po. gjyq.
Mjafton që generali ti mendoje që ti ke bërë një komplot edhe të pritej koka vlla, edhe të godisin dhe qytetarit e tu të godisin me domate edhe me qep. Por që nuk ka qenë aq barbare. Sepse po t'ishte perandoria romake barbare vlla, nuk do kodifikoi ligji romak dhe do ta përdorin të gjithë shtetet, sidomos perëndimi. Vërtet. Tani e marrë e mira, bëj ca pyetje logjike. Unë nuk them që i di të gjitha çka ka ndodhur në antikitet, po këto gjëra që më kanë kruajtur kurreshtjen, i kam lexuar dhe e kam parë, domethënë që nuk shikoj edhe gladiatorët ishin futbollistët e kohës antikitetit. Pra njerëz që njiheshin nga masa, ishin më të fuqishmit dhe shumicën e rasteve merrnin lirin. Atë gjetën e Dafines me shpatën e drurit. Po. Që ti tani je Roman civitae. Po. Dhe je qytetari i Romës tani, je me të drejta. Imagjino tani, domethënë në atë kohë, për shembull këta që mjaullisin sot, domethënë që jo po kam lindur kështu, po jam ashtu, jo po se dua të jem kështu dhe jo ashtu, jo po deklarojmë kështu, jo ashtu. Në atë kohë, për shembull, duhet ta kenë pasur më të lehtë, duhet të kenë pasur më shumë të drejta, nuk janë ankuar ai shumë. Thjesht e hanin si t'ju vinte dhe mbaronte muhabet. Ko t'jetoj në këtë kohë ata? Qajmë nga kjo kohë, ata do të jetuar në këtë. Po se kupton njeriu vëlla. Se kupton njeriu atë. Të na falin kompetentët e asaj fushë se nuk është se kemi një informacion shumë të madh. Po tamam vëlla, çan kot. Mos u çaj dha. Bir Selmani nënës. Në Rom pas ke qenë më i lirë. Në Rom ka qenë më të lirë vëlla, i bie si ti bie, e në fund ditës merri atë që doje. Merri atë që doje. Mos në pensionin nuk e kapje. E di çka ka ndodhur tash më, se ne flasim për lider suprem. Po. Si ç'a bëri ky kryeministri i ri i Kanadas, më ka kaputur ka vënë në lojë fondin e pensioneve. Domethënë fondi i pensioneve është ai fondi që njerëzit ju merret nga rroga ose investojnë aty, domethënë që të jetë një fond që t'i ndihmojë ata në pensionin e tyre. Pra është një fond që nuk preket asnjëherë. Ky kafsha jo vetëm që e ka prekur këtë, i ka kaputur një marrëveshje me sa kushton bileta për Shqipëri që të vi unë andej se nuk u teprua këtë çik muhabeti. Po hajde vëlla, hajde këtu. Domethënë ky ka filluar të abuzojë me fondet e pensioneve, më e kupton? Ka futur një marrëveshje me Indin ky. Gjë që në një farë mënyrë, domethënë, ky po na shkëput neve dal nga Shtetet e Bashkuara. Jo, e ka thënë. Për mua domethënë do jetë një gaf historike e paparë. E ka thënë vëlla. Kështu si po. E ka thënë. Marrëveshja që bëri me Kinën. Po. Domethënë Kina erdhi me diplomaci të butë vëlla. Ndryshe nga ashtu si vjen kinezja, ashtu vërtet Amerika. Ndryshe nga Amerika që vajti financoi sulmin ose mbështeti sulmin izraelit mbi Iranin për arsye të mos furnizimit me naftë Kinës nga Irani, siç e bërin Venezuelë. Mua më shkatrojnë këta geopolitologët e famshëm, gjithologët e Shqipërisë. Shpend. Mos e krahaso Venezuelën me Kinën, me Iranin, a kupton se nuk janë e njëjta gjë. Lali, nafta është e njëjta gjë kudo, a kupton? Nafta. Ja këta që të dëgjojnë vetëm 3 fjalët e para të fjalisë. Po tani, një nga parimet vëlla, që unë i mësoj studentëve të mi, dhe mua prandaj më kanë xhan studentët vëlla, se ja u flas shumë hapur, nuk i bëj dogma. Je i sigurt se mua më shkruajnë ndryshe. Tipike shqiptare kjo këto. Që bëj sigurisht të gjitha, mua më shkruajnë studentët tu në privat. Ç'pun kam unë si një student. Edhe më thon vëlla, i them studentëve të mi, ka vetëm 2 gjëra që duhet i mbani vat në vesh, po deshet merreni me gjeopolitik, konteksti kohë dhe konteksti hapësirë. Dhe treta është jemi në një web, jemi në një rrjet me rimanget shumë të madhe, gjigande që përfshin gjithë globin. Çfarë ndodh në Kanada, dashur pa dashur do të vi dhe ty në Shqipëri, e ndjen apo se ndjen ti efektin? Po. Është si puna e kohës këtu, edhe këtu për shembull po u prish koha këtu për 3 ditë prishet edhe në Shqipëri, se na ka pak a shumë i njëjti. Po të vjen vëlla, të vjen masat ajrore. Masat ajrore më të vjen.
Është i njëjti meridian. Duket sikur Shqipëria është më poshtë kur e shikon hartën, po kur e shikon globin, nuk është se është më poshtë, është pak më. Pra ti po thua që toka është e sheshtë. Ke parasysh? Jo. Toka është e mbullakët, domethënë. Ja, Truri i njerëzve është i sheshtë në këto raste. Ja, dhjeva skemën, ti duke shpjegu, domethënë ti po thua që toka është e sheshtë. Toka është e sheshtë, domethënë. Kjo është të kthehemi edhe një herë atje në atë legjendën që është Atlasi që mban komplet globin, domethënë mbi supë tokë. Mitologjia greke. Mitologjia greke. Dakord, që jam thon letërsia është letërsi, po nuk e di edhe na bën mirë se na ngjall fantazinë kështu, po mos e egzagjerojmë. Nuk e dim vlla, ma kjo më shqetëson. Nuk, më thënë, mendojnë, okay, populli tonë edhe i falet se 45 vjet izolim total vlla, nuk mos prit në 35 vitet e para pas izolimit ta hapi mendjen dhe të mendoj që afektohet edhe nga bota, kupton? Se ne e kemi bunkerin menje. Po, domethënë 45 për një sekondë, domethënë po themi nga 44 deri në 90-ën i thon 46 vjet, apo? Po. 46 vjet. Edhe 36 i bie 82 vjet. 82 vjet. Domethënë sa ishte Enveri kur vdiq 85, a? 85, po. Domethënë kemi edhe 3 vjet akoma ne para se të bëjmë recycle bin. Jo, 3 vjet vlla, 36 me 46 duam edhe 10 vjet të barazojmë kohën që ka pasur Enveri në pushtet. Jo, ne llogaritëm me moshën e Enverit, domethënë 88. Ti e llogarit atëherë 5 vjet. Edhe 5 vjet. Sepse shikoj, neve si popull kemi një parim, ne nuk i llogarisim gjërat me hapin e kohës. Ne i llogarisim me hapin e liderëve. Po. Domethënë 85 jetoi ai. Berisha është akoma gjallë, besoj, deri sot që ne flasim. Po. Edhe për shumë kohë. Gjën që Berishën. Edhe për shumë kohë. Shqiponj vlla. Shqiponj. Berisha do na lë mbrapa të gjithëve. Që ta hangër të mortë ata. Themi të rinj, s'të vjen keq të vjen. Po Lale, domethënë po ti mbledhim këto moshat e këtyre liderëve tanë. Nuk ka shpresë shpendi, lëre. Mos bëj llogari kot. Nuk ka shpresë fare. Deri në moment që nuk do ecim me hapin e kohës, do ecim me hapin e liderëve. Nuk bëhet. Nuk e di, po di domethënë di që në qoftë se ne nuk kuptojmë. Nuk, më thënë, rrezikojnë të përsërisim historinë vlla. Prandaj edhe temën sot e kemi quajtur ku ti ngjan ky Ayatollahut apo Enverit. Për mua ky është hibridizim. Pse është hibridizim? Ky ka paranojat e Enverit, pra kanë krijuar bunker retorik, siç e diskutuam më para, dhe ka një regjim teokratik ku bazohet në gënjeshtra, ideologjit gënjeshtër, pra siç është rilindja. Se ky është krijuesi rilindjes së dytë. Pra nuk është kryetari i Partisë Socialiste. Ky është kryetari i rilindjes. Se Partia Socialiste është aset kombëtar, o bego. Ai është me parametra, domethënë estetik, e thamë është artistik në atë megalomaninë e. O e ka ngritur, vlla, edhe estetikën ky e ka ngritur vet vlla, se ky nuk ka si lloj gjëje estetike. Ka krijuar estetikën e vet ai, ti se kupton, ai domethënë e ka imponuar. Është në parametrat që ka arritur domethënë në atë lloj paranoje leadershipi i tij, saqë ai nuk ka më, domethënë ka shumë shkëputje me realitetin ekzistent. Sepse ai ka ndërtuar ndërkohë atë realitetin e vet. Pra ai është kolona mbajtëse e gjithçkaje. Pra nëse ka diçka estetike duhet të jetë sipas shijeve të tij, domethënë. Unë jam dakord me ty, sepse unë e mbaj mend që kur ky u bë ministri i kulturës, që ky vetëm estetik nuk është se ka pasur, domethënë. Po shikosh ky e bëri Tiranën, leu ato fasadat e pallatit për shembull, i bëri si moderne. Po. Mbrapa kullonin tubacionet e ujit, akoma, kupton se duhet i riparonin vetë zotët e shtëpisë. Po edhe mënyra se si e leu ky Tiranën, e leu në si zgarravin kalamajsho, por do më mjafton pallati me shigjeta, domethënë një gjë më kombinacion ngjyrash më të shpifur, domethënë që edhe flamuri i Brazilit është më i bukur se sa. Është shumë herë më i bukur. Po themi është më i bukur, dhe është shumë herë më i bukur, kjo ha diskutuar, flamuri jonë është më i bukur në botë. Po. Por
Pallati me shigjeta për shembull, ato shigjeta shumtuara. A kupton? Nuk e di. E ke parasysh krijoj një lloj estetike shumë të shumtuar kë. Ama e krijoj është estetika e vet, pra është legacy e atij, si thon, është pronësia e atij, kjo lloj estetike shumtuar që kemi ne. Tjetra pastaj. Ti thua pse rri ka gjatë. Ky do rri edhe më gjatë. Për sa kohë ky premtoi shumë reforma dhe nuk bëri asnjë nga ato që premtoi. Sepse ne shikojmë që arsimi, mbylli universitetet private, shumë mirë bërin atë periudhë që u mbyllën ato që jepshin diploma kështu nga xhepi, çebaptore. Çebaptore diplomave, dakord jam atë. Po kjo nuk do të thotë çebaptore tjetër, vëlla. Ky mbylli 2 universitete, Kristalin dhe Vitrinën. I mbylli këto të dyja vëlla që ishin çebaptore, po shumë e vërtet, të dyja çebaptore. Dhe ky e ktheu në çebaptore të gjithë, vëlla, ky ktheu sistemin arsimor në çebaptore, o gjend. E ka shkatruar vëlla sistemin. E di sepse e shikoj te niveli i njerëzve, nuk ka mundësi. Nëse ka një gjë për shembull që e shikojmë në vendet e zhvilluara që Shqipëria akoma nuk po arrin dot ta bëjë dhe që nuk është as në parametra, nuk po them Shqipëria të krahasohet me Gjermaninë, po them të krahasohet me fqinjët që ka vërdall. Sistemet tona shkollore janë shumë më të dobta se sa edhe sistemet shkollore që kanë fqinjët tanë. Po. Se sa ka Bullgaria, se sa ka Slovenia, se sa ka Kroacia. Edhe Serbia vetë, ta keshin natë sa duash. Ndoshta sistemin arsimor mund ta ketë shumë herë më të fuqishëm. Universiteti i Beogradit, vëlla. Universiteti i Beogradit është i rankuar në pozicione shumë të hijshme në rang botror. Universiteti i Beogradit. I duam apo si duam ne, vëlla, gjë tjetër, po ata Jo, është tjetër që po flasim, domethënë fqinjët e rajonit, nuk po marrim Greqinë, se sido që tjetë Greqia e ka në, po themi, ndërshekuj sistemin e vet arsimor, pavarësisht se mund të lëri për dëshiruar të Greqia, nuk kam shumë informacione për Greqinë, po marr këto pjesën e këtyre që kemi parë, po themi, disa elemente dhe që shikojmë edhe, domethënë çfarë kanë prodhuar. Lale, domethënë sa më shumë që zmadhohet leadershipi, dhe ky nuk është problem vetëm i Ramës që ne flasim, ky është problemi i gjithë liderëve në përgjithësi dhe momentalisht ne po jetojmë me këtë lloj liderash, të cilëve sa më shumë që i rritet paranoja, aq më shumë i shkurtohet distanca, domethënë aq më shumë i zgjerohet, më saktë, distanca ndaj realitetit, domethënë i zvoglohet lidhja me realitetin. A kupton? Shikoj. Edhe kur humbasin, shiko çfarë ndodh për shkak, kur humbasin këto, pastaj fillojnë të krijojnë edhe armiqt imagjinar, dhe shembujt janë të shumtë. Domethënë krijojnë edhe armiqt imagjinar dhe ndërkohë krijohet dhe realiteti që vazhdon i shkëputur nga paralelja e këtyre. E di, shikoj. Ta thash edhe një herë, mua nuk më shqetëson se mund të jem vetë nesër aty në vend të Ramës. Dhe ai lloj pushtetit të krijon paranoja, vëlla, se nuk e kemi provuar tani mos me dal me bë si flur sa që neve jemi ndryshe nga këta, a kupton? Jo. Problemi, vëlla, është si nuk ka një njeri ta kuptoj që nuk i duhet të rënë paranoja së plakut mere, o zotri. Këta i vjen nga pas Marbeko. Ja ushqejnë. Shiko, e di si është puna, domethënë se ti ke aspirata për politik, unë një ministër do jem në kabinetin tënd i parë. Absolutisht po. Absolutisht po. Po se more ti kush do ta more? Po, shiko tani. Kur e mendon për shembull, këta i shkon domethënë jeta mas i shkëputën realiteti, i shkon jeta duke luftuar komplotet këtyre. Dhe këta nuk e kuptojnë për shembull që komplotisti më i madh, këtë ta kesh parasysh edhe për veten tënde nëse unë të uroj që të ecësh edhe të futesh në këtë rrugë, po komplotisti më i madh në përgjithësi është efemeris. Domethënë është koha. Vetë koha është komplotisti më i madh. Pse e them këtë? Sepse ka një shprehje shumë të bukur efemeris latine që thot koha seleksionon, domethënë është procesi i kohës që seleksionon.
Koha seleksionon dhe ky është komplotisti më i madh të cilin ti sado ta luftosh, mund të luftosh gjithë komplotet e mundshme edhe të pamundshme që truri jot krijon. Po komplotin më të madh, që është koha vetë, ti nuk e për ta luftuar dot kurrë. Dhe këtë se lufton dot as me bunker, as me Facebook, as me propagandë, as me statuse, as me intriga, me asnjë gjë. Pra është koha. Këta njerëz do t'i mundi koha. Siç i ka mundur ata para këtyre, siç do i mundi dhe ata mbas këtyre. Po nuk është fatkeqësi për shembull që gjithmonë i mund koha dhe asnjëherë masa është përdoret si vegël ose përdoret si qymyr. Po sepse kjo masa nuk do t'i mundi dot kurrë për sa kohë që masa është mbështetëse e mbretërve lakuriq. Këta janë, domethënë, ai që ka shkruajt mbretin lakuriq, Anderseni, domethënë prallën me mbretin lakuriq. E kemi këtu ato. Që të gjithë e shikojnë mbretin, e mashtruan dy mashtrues, domethënë që hoqën si rroba qeps. Mbretin edhe doli ai, domethënë, me budallikun e vet doli lakuriq dhe të gjithë broristin, vetëm një fëmijë tha. Problemi është që ne edhe këtë fëmijën e kemi vrarë. Në qoftë se do ishim në kohën tonë tani për shkakun, dhe atë fëmijë do thoshte, mbreti është lakuriq nga turma. Pra ai që do zbulonte gjithë budallikun njerëzor. Neve sot edhe atij fëmijës, dashur pa dashur, i rrasim një iPad në dorë. Edhe ai se shikon fare mbretin. Ai se ka haberin fare për mbretin. Çfarë personifikon ky fëmia, se nuk është problemi që fëmijët tani të merren me politikë. Ai fëmia personifikon të ardhmen. Pra atë të ardhmen që flet te pralla Anderseni. Në qoftë se neve rrisim një rini e cila nuk është e ndërgjegjshme për gjërat që i rrethon, nuk është e ndërgjegjshme për shoqërinë, nuk është e ndërgjegjshme për veten, nuk është e ndërgjegjshme për ambientin. Në qoftë se nuk i rrisim në një formë të tillë, këta kapin atë lloj rinie, të cilës ne i themi gjithmonë pusho mos u merr ti, s'ke kohë ti më marr me këtë, ç'të duhet ty që merresh me këtë. Po ne rrisim këtë lloj rinie, e cila përfundon si ai ideali që në një variant modern të prallës Andersenit do i raste një celular apo një iPad në dorë dhe nuk do i shikonte mbretin lakuriq. Pra neve edhe rinin që po edukojmë në formën që mos ta shikojnë më mbretin lakuriq. Të besojnë çdo gjë. Po, mos shikojnë lart. Të besojnë domethënë që çdo gjë që fluturon hahet. A më kupton? Ky është dëmi më i madh që i bëjmë neve brezave që vinë. Se në të kaluarën kanë pas ndodhur revolucione. Dakor, disa rezultuan ndoshta më keq nga se po themi ndodhi revolucioni, po marrim revolucionin e kuq. Revolucion komunist ishte ai. Po. Rrëzoi një sistem për të ngritur një sistem tjetër. Po sido që tjetër deri ke momenti që rrëzoi një sistem të kalbur, jemi okay. Çka krijojmë mbrapa, nuk jemi okay. Kështu e krijohet gjithmonë. Edhe revolucioni francez bëri të njëjtën gjë. Ky është postulati janë bërë po. Ky është postulati që ka për revolucionet. Që një revolucion sjell një regjim më tegër se ai që rrëzon. Është postulat në shkenca politike. Domethënë në shumë i shishëm deri në momentin që ti je duke luftuar sistemin aktual. Për shembull, kur bëj debate me njerëz për Iranin, për Izraelin, për revolucionin islamik. Ti tani që je shoku im, ti e di se sa e urrej unë nivelin teokratik. Që të fillosh tani të marrësh i libër shenjtë, ta përdorësh ti për të masivizuar njerëzit, të më thuash mo do bësh martir në fund. Nuk je ti vlla zoti që të tregosh do bëhem martir. Por ka një logjik. E ke parë ti gash Iranin si ka qenë në vitet 40, 50, 60, 70, vajzat me minifund. Okej, shumë bukur. Vajzat me minifund. Ky revolucioni islamik që u krijua, për mua është krijim totalisht i CIA-s dhe i Mossadit, po pak rëndësi ka. Po ta marrim që u formua nga brenda atje. A nuk u kap te këto shalët e femrave të degenerimi, te seksi i pambrojtur, te shkatrimi i familjes? Po ashtu, po të zhvendosemi gjeografikisht edhe në Berlinin e 33-shit, që u rrit Dolfi ai shumë me ato tezat e veta, ishte se pasqyronte realitetin pra. Kur vërin, biçozin, drogën e gjitha me radhë.
Pra, që të ushqehet një revolucion vlla. Ushqimin e ka nga sistemi pararendës. Po. Lakurisia, droga e gjitha me radhë. Deri këtu është shumë e shishme. Deri në momentin që këta thonë shiko se është ky sistemi. Në momentin që marrin pushtet vlla, këta sillen një lloj si pararendësi. Sjellin armiqt imagjinar, vrasin kundërshtarët, i shfarrosin. Po. Edhe ajo vrasja e kundërshtarëve nuk është për të mbaruar punën me ata, se atyre u bën der. Më mirë ti vrasësh se sa ti torturosh. Po në atë lloj kohe ti ke vrarë edhe ndërgjegjen, ke vrarë edhe mendimin e atyre që shohin dhe bororasin, që ja bëjnë bravo e vrau atë kriminalin. Është mesazh për ty. Të njëjtë gjë bën komunistat. Këtu te neve. Erdhën vranë ça gjetën nga balli kombëtar, e gjitha me radhë, i trodhën gjithë. Shiko, qa vëre unë për shembull se e kam menduar shpesh këtë. Unë kam ja dy shok të mit, komedian, aktor, regjisor, që janë pers, janë nga Irani, janë pers. Persian. Kështu veten ata. Po, persianë, po. Nuk thon jam nga Irani, thon jam pers. Dhe flasim shpesh, dy prej këtyre për shkakun kanë jetuar në atë kohë, janë mosha goxha më të mëdhaja, një dy tjerë janë pak a shumë moshatar të mit. Dhe kur flasim për atë periudhë, nuk e quajnë një periudhë të degeneruar, e quajnë një periudhë shumë liberale. Domethënë shumë sigurisht domethënë ka pas një jetesë shumë moderne, është e vërteta. Gjithë ato imazhet që ne shikojmë janë nuk vërteta. Janë propaganda, ato janë vërteta. Janë vërtet Irani. Dhe këtë domethënë unë ma thon këto, nuk është se unë vetë s'kam qenë në Iran, po dhe duke të folur ti kupton sa njerëz të formuar janë edhe çfarë lloj edukimesh kanë, pra nuk janë po themi një masë që vjen nga nuk vjen nga vulgu që se kanë haberin, janë tamam njerëz të formuar dhe që e kanë jetuar realisht. Pastaj janë zhvendosur në Kanada në periudhën që mbas revolucionit. 80-82. Pastrime. Edhe ata këtë gjë thonë, domethënë tregojnë për një Iran shumë modern, një Iran domethënë shumë perëndimor, një Iran të zhvilluar, domethënë ku figura e femrës është figura që realisht meriton një femër, jo ajo e sotshmja. Që ne shikojmë. Është degeneratative. Është e kohë që ne ta mbulojmë diellin me shosh, po ajo që ndërkohë që ata flasin, për shembull, unë dashur pa dashur më vjen një lloj paralele të cilën unë prapë nuk e kam jetuar, por e kam të dëgjuar nga familjarët tanë që janë më brezat para nesh. Dhe edhe tek ne ka ndodhur pak a shumë një lloj revolucioni i tillë në vitet diku domethënë në vitet 78-79. Po. Ai revolucioni kinez që e ke parasysh që lefenizmi. Nga një lloj modernizmi që kishte në shoqërinë shqiptare, po themi në veshje, në sjellje, në të gjitha, ndodhen ato festivali 11, e ke parasysh që u dënuan artistë pafund, u internuan dhe filloi ajo kinezëria pastaj në popullatën shqiptare ku burrat dhe gratë domethënë ishin njësoj, dalloheshin vetëm nga trashësia e mustaqeve. Po. Domethënë në këtë kupton? Pra, edhe te neve në një farë mënyre pak a shumë në mënyrë paralele ndodhi një revolucion i cili nuk ishte me baza teologjike, por ishte me baza ideologjike, të një ideologjie që na erdhi neve eksport nga Kina. E morëm e adaptuam nese. E morëm neve se ashtu na e kanë treguar Kinën nese, ndoshta Kina mas edhe s'ka qenë ashtu. Kina këtë mund ta thonë ata që kanë jetuar në Kinë. Un kam një libër këtu vëlla, të Enver Bytyqit, Shqipëri-Kinë, dështimi i një bashkëtese. Kina këtu ka pasur vetëm interes ekonomik vëlla, as edhe një lloj interesi kulturor, sepse ata na shikojnë si inferior. Për kulturën kineze neve jemi inferior. Gjithë popujt e tjerë si inferior. Po. Dje më kujtua një rast kur kam takuar një djalë nga Kina këtu, që bënte shkollën afër shtëpisë time, domethënë disa kilometra afër, është një aeroport ku janë dhe shkollat e pilotëve. Po. Dhe ai ishte në atë kohë, ka goxha vite në fakt,
Çka ka vdekur? Shpresojmë të jetë gjallë. Okay. Jo, nuk e di, nuk është se mbajta kontaktin. E takova shumë rastisht, po ishte në një gjendje, domethënë gati depres edhe duke folur. Ai ishte pse ishte në këtë situatë gati depres, ai dhe aty kam kuptuar unë se çfarë bën ideologjia një kombi. Ai kishte marrë një notë jo kaluese, e cila e rrezikonte në mënyrë ekstreme që të ngelte në shkollën e pilotëve të aviacionit. Dhe ai nuk e kishte problem se po ngelte në shkollë. Ai kishte problem sepse duhej të kthehej në Kin si humbës. Sepse vinë këtu, bëjnë shkollat e aviacionit, përgatiten për aviacion civil ishte, jo ushtarak. Vinë këtu, bëjnë shkollën e aviacionit në Kanada, dhe ai pastaj do kthehet prapë atje dhe do punojë në aviacionin civil të Kinës. Dhe gjithë suporti, gjithë financa që e mbështet atë për të bërë shkollën këtu, ishte mbuluar nga qeveria kineze. Pra e ke parasysh është ajo që unë do të financoj ty, po ti do vish shërbesh ke unë, domethënë. Është investim, po themi që vendi bënte ty. Ky ishte gati parametrat e vetvrasjes pikërisht për këtë arsye, sepse ky kishte jo thjesht kishte ngelur në shkollë, por kishte zhgënjur atë dheu. Kjo më krijoi mua atë idenë si thoshe që kemi pas ne të ideologjisë, domethënë që e kanë gjithë vendet, jo vetëm neve, po. Ideja për atë dheun, e ke parasysh çdo gjë për atë dheun, domethënë. Ç'është lavash truri? Mentaliteti kinez është ky. A më kupton? Mentaliteti kinez është. A je dakord me mua që është lavash truri? Një tjetër situatë me një kinez tjetër, se ka shumë kinez, unë kam shumë histori me kinez. E ke qef kinën kështu, a? Jo, po i kemi vërdalla, nuk këtë do të thënë ka sa duash. Edhe njerëz janë si neve. Bëja mohabet me një tjetër shok kinez, koleg pune. Edhe i them në një moment ju dukeni popull shumë i qeshur. Dhe e di si më përgjigj se këta kanë atë pjesën që jetojnë, e ke parasysh katën e parë jetojnë fëmijët, katën e dytë prindrit, në katën e tretë gjyshrit. Domethënë jetojnë në të njëjtin, e kanë këtë mbajnë njëri tjetrin. Po. Tha rri gjyshi im, tha ulur aty, tha edhe sa ju shikon juve, tha qesh. Pse? Edhe i thashun, po pse qesh, domethënë, se kuptoj, thash, ju e keni qeshje nervozizmi apo e keni qeshje si thosh mirësjellje, apo se ndonjëherë këta edhe kur janë me nerva duket sikur qeshin, domethënë. Po. E tha, jo, tha, e di si mendon gjyshi im, tha se gjyshi im vjen, është tipik domethënë që vjen që andej, se ky fëmijë i rritur këtu, domethënë, i ardhur, ndoshta i lindur këtu. Tha, kur ju shikon gjyshi im juve, tha që kaloni në rrugë, qeshta dhe ja bën, po kalojnë këta të bardhët. Sa budallën janë këta. Këta kujtojnë se këta mbizotrojnë botën, se kuptojnë se kush e ka botën e të vërtetë. Kurse të vazhdon të qesh, dhe ju bus qeshta dhe ju shoqëron e qesh. Kanë të drejtë ka pjesa se kanë rritjen demografike më të madhe. Dje nuk ta shkruajta kot kur thash të pjesën që, domethënë Kina ndërkohë ka pushtuar botën, sepse kudo që ti shkon në çdo qytet ka nga një qytet kinez. Chinatown, po. Pra, ke nga Chinatown, ti ke kush e di sa raste janë kapur vetëm në Kanada që një avokat, po themi, ka futur 1000 kinezë të tjerë me 2 pasaporta, të njëjtat pasaporta, kanë kaluar, kanë hyrë, ti nuk e ke idenë se sa ilegal ka emigrant nga ata që punojnë për këto manufakturat e vogla të fshehura, si në përfilm. Po çfarë janë ata vëlla? Ekzistojnë ato, mos mendoj se janë kundër sistemit të Kinës, ta që vinë si ilegal në Amerikë apo ç'a? Un kam përshtypjen që disidentët në fakt janë shumë të paktë. Shumë të paktë. Se mund të jenë agjentura ato, gjithë. Këta janë domethënë jo si agjentur, por këta janë si një lloj rezervisti në Bravo, rezervistë ke gjetur. E ke gjetur vëlla. Këta janë rezervista. Sepse po të ishin disident këta, a më kupton, shumica e këtyre, këta nuk do ishin kaq kokulur dhe kaq milingona sa që janë për këto bodrumet e qyteteve të tyre që punojnë. Këta nuk ndihen. Themin e sa të urt janë këta. Nuk janë të urt. Thjesht presin momentin e duhur. Pra janë ca njerëz që flen aty në basement, nevojat e jetesës i kanë minimale dhe nuk bëjnë gjë për të ndryshuar. Për të arritur standardin, po.
Një gjë tjetër për shkakun që vëre unë janë bërë disa nga këto grataçelat afër universitetit, se universiteti që shkoj unë është në qendër të qytetit, downtown. Dhe te globi. Janë bërë goxha ndërtime dhe aty. Janë bërë te globi i Fierit. Te globi. Te globi është brezi jot, unë se mbaj më. Se mbajmë globin, po e kanë hequr. Ja, ne thoshin te busti Stalinit. Edhe kur ishte Stalinin akoma te globi, neve kanë hequr te turizmi, te parku, te parku Rinia. Aty ka qenë busti Stalinit madje. Në krye të parkut. Te Barinia. Edhe te Barinia, po në krahun tjetër, këtej kur vjen për nga bulevardi, nga sheshi. Shoku Stalin. Nëse ta kanë fjalën këto pallatet, këto pallate tash. Po ti vësh re. Këto janë shumica e këtyre janë biznesmen të pasur kinezë që kanë blerë jo nga 1, po nga 3, nga 4, nga 7, nga 8 apartamente. Fëmijët e tyre studiojnë nëpër shkollat e këtushme. Këta duket si një lloj elite tjetër, domethënë është një para investuar nga jashtë Kinës. Tani po t'ishte Kina, ndërkohë që këta prindër vazhdojnë jetojnë në Kinë, domethënë po t'ishte Kina kaq po themi errët sa na e shesin neve, nuk do t'i lejonte biznesmenët e vet që t'i investonin paratë e tyre nëpër vende të tjera, apo jo? Ka një gjë aty. Logjikisht. Ka një gjë vëlla. Jo. Ata të lën kapitalin ta zhvendosësh për llogarit Kinës, por në momentin që qeveria kineze jep urdhër, gjithë kapitali do vendoset në Kinë, je si Çeço. Ndodhi me futbollin gjatë Covidit. Këta e shesin në formë tjetër, këta e shesin domethënë që po e nxjerrin kapitalin nga Kina sepse nuk i kemi bes pikërisht i ligji po të jetë brenda Kinës. Por po t'ishin, domethënë po t'ishte Kina kaq e egër, këta do t'i pushkatonte. Apo jo? Po. Do t'i ishte qafe. Po. Ndërkohë që Kina jo, këta i lë të lirë. Pra, lë të lirë dhe këto milingonat që flenë për basemente dhe që paguhen nga $2-3 ora e punës. A kupton se aq i kanë nevojat minimale. Dhe ti ke një Kinë të madhe që të fletë poshtë tapetit, që në një moment po të duan, prandaj nuk duhet zgjuar ai dragoj që e përmend ti shpesh, sepse në momentin që zgjohet ai dragoj, e di si e ka domethënë si pecet buke ka botën, në gjithën. Ai shumë janë të shpërndarësa që e marrin edhe. Un i kam besuar, më thënë, një nga figurat që unë e kam dashuri fare, vëlla, që më pëlqen shumë, është Napoleon Bonaparte. Kam lexuar. Çfarë bëhet ai, nga është ai? Ai nga Korsika. Kam lexuar. Mirë. Mashallah, derisa e vran. Të ndërpres edhe një herë. Po. Kjo është Ruzgallata dashurish. Kjo është Ruzgallata. Rasti lexoj nuk merret seriozisht. Kam lexuar për gjithë mendimet tona janë shumë serioze. Po, patjetër Bego, ke bën për të ngacmuar. Janë si ato, për ndërprer. Më thoshte dikur kur isha student se ta ndërpreva ta hoqja muhabetin tash, varja. Ti mba në mendje dhe e thua pra për Napoleonin. Po. Më thoshte dikur kur bëja një shfaqje unë nga këto që ishte komedin si për faqe, po që e kishte si thosha të brenda. Thoshte Alfred Trebiska, pedagogu, domethënë mik i mirë shumë i imi. Thoshte Fredi, thoshte me pesh fajën të shtimat e Gent Bejkos. Të shtimat. Shumë bukur. Jo, të shtimat. Të shtimat, pra, të shtimat. Të shtimat, Dhe thoshte Napoleonit të shtimat. Ashtu. Dhe lamte Napoleonin. Napoleonin vëlla unë e kam studiuar në 2 rrafshe, në rrafshin politike dhe ushtarak, që është për mua është pas Aleksandrit edhe Skënderbeut, është gjeni vëlla, ushtarak. Biles Car Aleksandri par, kur u bashkua me mbretin e Prusisë dhe me mbretin e Anglisë në luftën e Waterloos, i vetë general vetë dhe i thot: "E shikon atë burrin e shkurtër atje mbi kal. Po, kujdes nga ai se vetëm ai ekuivalentohet me 50.000 ushtar tanët." A kupton? Por ka edhe si thuash një anë që nuk ja njohin njerëzit. Shtetformimin e ka krijuar Parisin siç në bazë të Londrës.
Edhe Pietri i Madh i Rusisë. Rusin, atë Shën Peterburgun, e krijoi duke parë Londrën. A kupton, vajti e pas studioi atje si marinari thjesht, ç'a duhet e gjithë. Jo Parisin. Jo Parisin, Londrën. Dhe ishte krijuar gjithmonë ideja që kanë një kulturë shumë franceze se sa. Si Parisi, si Moska vlla janë ideuar në mënyrë arkitekturore nga Londra. Pastaj gjua zyrtare që është anglishtja sot, po në shekullin 19 ka qenë frëngjishtja. Në oborrin mbretëror të carit, flitej frëngjisht e kete te Tolstoj, te Lufta dhe Paqja. Po. Dhe unë duke bazuar të shprehjet e këtij vlla, që ka dy shprehje fenomenale, i besoj shumë intuitës. Kur ushit Louisiana në 1803 nga Franca, se ishte Franca, më thënë Franca kishte koloninë e vet franceze atje, frankofone, Louisianën. Po. Ashtu i kanë emrat akoma. Po. Dhe ja shiti madje një detaj për ta mbështetur të pjesë kur përmbytën ata që patën një kështu një nga këto uraganët, Hurricane, që sulmojnë që shkatrojnë. Pjesa më e madhe e investitorëve që vajtën dhe rinovuan, domethënë rindërtuan një pjesë të madhe të vendeve të shkatruara, ishin nga provinca e Quebecut e Kanadas, që është pjesa frankofone. Vazhdoi nderuar. Dhe thot një shprehje kur e pyetëm pse e shitën 1803 mos gabofsha. Fuqizova një fuqi e cila do shkatroj perandorin britanike. Ma kupton qa vizioni kishte ai, po ushej këtë fuqinë e madhe Amerikën, pas 100 vjetësh do dali superfuqi botërore, po ja shes të tokën, sepse armiku im vlla është Anglia, Mbretëria e Bashkuar. Dhe mua më duhet të bëj çdo gjë për t'ia ulur hovin Mbretërisë Bashkuar. Një person që ka thënë këtë lloj gjëje vlla, ka thënë edhe për Kinën. Kur është pyetur, do vemi të bëjmë një fushatë ande nga lindja. Se Kina është me probleme, është e varfër, nuk kam bukë tane gjitha. Ta lëm dragojnë të flej gjumë, se po e hapi syrin, tha, bëhet kërcënim për tërë botën. Po. E vërtetë është. Tashi Kina u trazua vlla. Nuk e di se kush e nxori. Trumpi, Bibi, të dy bashk. Po. A është agent, a nuk e di, por di një gjë që Kina të sjell trazira në Amerikë, Kina të sjell trazira në Europë, Kina të sjell trazira kudo, sepse ka Chinatown kudo vlla. Janë ata rezervista që theti me drejt. Në një moment vlla, ata që e shajnë Kinën, dalin, veshin rrobat ushtarake kineze dhe japin direkt. Edhe fillojnë me parimin, o ty Kina. Hajde Kina Ramën. Hajde Kina Ramën. Hajde Kina Ramën, mër pize veng, mër bo qana gatë. Si nuk na erdhe një kines, në me na e heqafe këtë vësaj, nuk i dallon dot ata bërë. Ata nuk i dallon dot. Shiko, mos i paragjyko kinezët. Kinezët janë popull shumë i mirë, shumë i dashur. Ore fol mirë për Kinën, po të them are. Fol mirë për Kinën, se na morëm qaf. Ja, këta janë realisht, domethënë, unë them që në fund fare Kina do fitoj. Prandaj të ham sa më shumë oriz që të marrim formën e syve dhe themi të paktën që kemi një kod të vogël gjenetik nga Kina. Jo, e kemi ne. Ne e kemi vlla. Nga Kina. E kemi se Xhengis Khani. Xhengis Khani vlla, e kishte haremin aq të madh sa kinez. Ai ishte mongol. Tani ma gje, të lutem, ma gje pak ndryshimi midis Mongolisë dhe Kinës vlla. Ç'a ndryshimi gjenetik kanë? Ka shumë ndryshim. Ka ndryshim. Ka ndryshim të madh. Ç'a? Po e para domethënë në fizionomi nuk janë fare njësoj. Domethënë përveç atyre po themi syve deri diku të formës aziatike nuk kanë asnjë lidhje. Ti dallon një mongol, po më dëgjoj mua se kam edhe miq mongol tash. Edhe un kam ara. Sa miq pas kam unë vëlla. Po. Do ta thos vëlla një fakt historik para se tikim. Po. E ka pushtuar Xhengis Khani Kinën vëlla. E ka pas perandorit vetën. Je i sigurt? Po. Check it. Mos e ka pas marrëveshje? Është perandoria më e madhe. Kur pushtoi Kinën juve s'u kam asgjë?
është perandoria më e madhe që ka ekzistuar ndonjëherë, është perandoria mongolo-kineze e Gjengis Khanit. Dhe ai zotëria, dole te llafim. dhe ai zotëria vlla e ka pas haremin aq të madh sa sot 1/4 e botës ka kodifikimin gjenetik të Gjengis Khanit. Gjenden gjurmë të ADN-s të Gjengis Khanit në 1/4 e botës. Ka qenë imprete të dy shpatat ai vlla. Edhe shpatën edhe luftës, edhe shpatën e pagëzimit. Ore, Gjengis Khani, se tash që po e mendojmë, ore, ka luftuar në një ditë ky apo? S'na doli të thmesh ama. Ore, do ketë qenë nymfomaniak, se nuk ka mundësi. Po, që ka qenë nymfomaniak është pak por e sigurt vlla. O nuk ka lënë gjë vlla. Vetëm bjeri. Tani po pra kjo është pyetja vlla, kjo është pyetja. Ore ka luftuar në një ditë ky. Unë them që Gjengis Khani që kur ka qenë i ri, domethënë te muri i gjimnazit, thoshte hiqe se kjo është motra jon për kur ka lënë në kineze. Ja heqim kësaj në. Ja heqim kësaj. Kështu që them që ndoshta kinën e ka përdorur për kamuflazh ai, se kur kam kinën e ke parasysh si u kam asgjë ju të tjerëve. Them mund tash, kupton? Nuk e di. Nuk mendoj që nuk e di. Se di po di që e ka pasur kinën vlla. Ai kës ka pasur valla? Por ndonjë nga këto miset e fundit ka pasur. Se di, nuk e di vlla. Kur e mendon vlla, ai Gjengis Khani si i forti oligark. Pas ka pas fuqi pafunda vlla. Po pas ka pas fuqi kështu. Sa i bie? Pinte, t'ia sugjerojmë shokëve. Ça mjalti merr. Pyes për një shok. Qumë është boallice, kupton vend çunat atje si muj. Duke kur të kapësh 40-50 vjeçin, do ta vësh re për shembull që do futesh në YouTube dhe reklamat që do dalin me shumicë do jenë reklama për stimulim. Jo dalin ato. Dalin kudo. Është e tmerrshme. O dalin kudo vlla. Më shpifur po themër, se në Shqipëri duket YouTube është pa reklama. Po këtu për shembull futen reklama her pas here, madje ndonjëherë futet reklama në mes emisionit vazhdon paralel, ndahet ekrani, kupton? Edhe është e tmerrshme të dalin vetëm reklama të tilla për shkakun. Këta sigurisht marrin me grup moshë dhe thonë që ti me siguri ke ndonjë dysfunctional issue, e kupton, edhe të fut në sherr me gruan. E ke klikuti se s'ka mundsi. Të fut në sherr me gruan valla, po të bën dhe kurioz, thua ose të bën kështu të ndihesh një hipopotam. Sore kaq problemi madh që ka zgjeruar shumë çështja. Me isa të shiko, ka qenë llafi lazgush për Adecit, që thoshte mbylle pra. Burri kur vdes si burr, vdes dhe si poet. Po. Kështu që bëni kujdes, kur burra vdesin si burra, vdesin dhe si poet, dhe po t'jenë dhe në lidera, kush e di se ç'të bën paranoja. E vetmja gjë që i bën derman nuk janë ilaçet, është koha. Ashtu shumë bukur. Afërsisht më preke Beko, afërsisht më preke. Miq të dashur për të mirë. Miq të dashur. O të preksa për të mirë. O na ka humbati vlla. Na ka humbati, nuk po e gjej dot më tash. Kush? Ati pra. At Nikola Xhufka. Oh, shishi. Po mos ka marrë, inshallah merret një aktor me vete të sqarohet Tirana pak nga. Jam prishur duket, jam prishur. Skandalet. Jam prishur. Janë prishur? Çudi që zgjati ai shumë. Prishin njëri tjetrin, po diçka që kanë prishur. Do ta gjejmë audienca jon mashkullore përpos Atit. Do ta gjejmë dhe se çfarë pinte Gjengis Khani dhe do ta shesim si produkt këtu në Truz Gallata. Dhe mos keni me siguri sot duhet jetë një produkt me të njëjtin emër. Po vlla, po ja tani masolle menjen, po ta gjeshim mjalt vlla til ta quhet Gjengis Khan. Apo e kupton? E ke reklamën mrena. Gjengis. Dale, industria më e famshme, domethënë që sjell më shumë fitim pas Hollywoodit, është ajo që Gjengis Khani bënte në kohën e vet të lirë. OnlyFans. Të mërshme. Kush ka
kush ka në mjalt për burrat të Xhenghis-Khanit, ta sjelli ta promovojmë këtu se e shesim ne. Mos kini droje, pyesni për shokut tuaj, se ne nuk i tregojmë njeriu. Të gjithë bëjnë sikur s'kan probleme, të gjithë. Xhenghizin. Pyesni për një shok. Pyesni për një shok, te ky Okay. numri këtu. Te ky numri këtu pyesni për një shok. T'ju gjejmë mjaltin në ëndrave, mjaltin e Xhenghizit. Bego, kene gjë të Edhe fundit që për të thënë Remachok. ti rikthemi temës dhe ta mbyllim, Pa, si thua ti? jepi vlla. Ashtu si unë faktikisht e mbylla dhe domethënë bëra një 3 mbyllje përpara, po bëj mbyllim prap domethënë. Këta që po thoshim neve, paranoja, këta se tani na përzihet mjalti Xhenghis-Khanit me lidera. Paranoja në lidera. Ore jepini mjalt këtyre liderave se ndoshta do bëni një gjë të ëmbël për vendin. Na ashtu. Këta vlla në fundit e vetmja gjë që i shkon jeta mbas një periudhe të gjatë pushteti, i shkon jeta vetëm për të hyrë dhe për t'ju shkruar emrin në ato librat e historisë, pavarësisht se si do t'ju shkruhet, nuk ka më rëndësi për ta, sepse realiteti në cilin ata jetojnë, që është larg realitetit që ne jetojmë, gjithmonë i jep këtyre ide që do kenë, domethënë do i shkruhet emri për mirë në histori. Megjithatë, komplotin e vetëm që këta nuk do ta mundin dot kur, unë vazhdoj të them që është koha. Prandaj në fund ngelet, domethënë një pyetje, një lloj dileme që kur po flisim për këtë temën, atë kisha në mendje, thosha, i bën pushteti njerëzit paranojak apo janë paranojakët vetë që arrin të mbijetojnë më gjatë në pushtet? Shumë pyetje e bukur. Kjo është një pyetje, domethënë që çdo demokraci duhet t'ia bëj vetes para se t'jetë bën. Shumë pyetje e bukur. Natën e mirë dhe miru pafshim. Përgjigjen e kësaj pyetje jeni Do të ta lutur. merrni nga topat e Allamanit. Jeni të lutur ta shkruani nëpër komente, sepse edhe pse kësaj radhe nuk jemi live, do jemi të dy së bashku nëpërmjet kanaleve tona të YouTube-it, duke ju kthyer përgjigje dhe duke u interaktivizuar me ju nëpër komente. Kështu që vazhdoni të shtypni komentin, mos harroni të bëni subscribe, like dhe atë zilën si tek True Podcast Media, si tek Gent Beko, i cili ka filluar hedh video shorts e tjera, po e rigjallëron YouTube-in, kanalin e YouTube-it vet. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni të dyve në rrjetet tona sociale, Facebook dhe Instagram, për të parë pjesë të prera, reelsa të lezetshëm komik nga True Zgallata në True Podcast Media. Ju urojmë një fundjavë të mbar dhe sa më shumë Natën e mirë dhe miru pafshim. begati. Sa më shumë begati se Beko e ka Mbare ëndër. mirë inshallah, mbare E mirë ka ëndër që t'na dhjesi gjithmonë mua. Dhe bëuni si Xhengizi. Një shpatë për të luftuar, shpatën tjetër për të luftuar. Hyjim da flak. Hyjim da flak, jo kshqyr lastik. Natën. Natën.